çfarë ndjen Lida sot, si arkitekte, restauratore, kur sheh ndërhyrje brutale në arkitekturën urbane të qyteteve tona? Me thënë drejtën, kur shoh sidomos dhe restaurimet me mungesë profesionalizmi, më ngrehen nervat. Për shembull, unë kam ngërmuar shumë vite në amfiteatr. Dhe kur shoh disa restaurime që janë bërë me tulla moderne, me llat çimento, me gur që s'kan qenë teknikës amfiteatrit, sa herë shkoj këtë gjë përsëris dhe sa herë shkoj mërzitem, sepse restaurimi do profesionalizëm, do dhe dedikim. Për shembull, në ato vite, me gjithë problemet e atyne viteve, Instituti Monumenteve funksiononte në mënyrë perfekte. Domethënë ishin restauratorët që bën restaurime perfekte dhe ka qenë një bile edhe baba ime kishte mik Lazar Papajani, që ka bërë restaurime kryevepër. Prodhoheshin tullat me të njëjtën baltë, në të njëjta dimensione siç janë. Dhe mbrapa shkruheshe IMK, Instituti Monumenteve të Kulturës dhe Viti, që mas 100 vjetësh kur të hapet, të dihet që kjo nuk është tulla e vjetër. Bëj analiza që t'ishte po i njëjti. Jo kështu me tulla, dhe kur shoh edhe çatijat e shumë objekteve të vjetra që i kanë bërë me tjegulla moderne, edhe ato më ngre nervat, se duhen bë tjegullat prodhohen po në atë model siç kanë qenë. Duhet të ruajt autenticiteti një vepre. Po pse ndodh kjo? Nuk ka specialist sot? Nuk e di, nuk e kuptoj dot pse ndodh. Është mungesë profesionalizmi. Se ju për shembull jeni pedagoge, jepni mësim në universitet, do thotë që ka student që janë të interesuar, siç ka dhe në fakultetin e histori filologji, student që studiojnë për arkeologji. Ka specialist të restaurimit gjithashtu. Përse nuk... Se si duket, për shembull, unë s'jam fut në herë në tender, nuk e di. Dofta ato që futet në tender, nuk diti ashtu, po është mungesë totale profesionalizmi. Dhe kjo është shumë keq, shumë keq. Sepse tjetërson objektin edhe krijon... S'është më objekti... S'është më... Duhet të ruajt bile sa rroj kur, shkova njerë me studentët në Bradashesh, afër Elbasanit, aty ka qenë stacioni 5 i Vijës Egnatia, atë Quintum. Edhe po i tregosha studentëve kështu, dhe një student gjen një tull, edhe thot, shife thot, kjo që e ka IMK 1986, tash e ka pas bërë Lazar Papajani, ka qenë jashtëzakonshëm për këto restaurimet, dhe bëheshin me dedikim shumë të madh. Tash nuk e kuptoj dot. Mungon detyrimi ligjor që zëri i arkeologut, i restauratorit, të monumenteve të kulturës të jetë i pranishëm në çdo vendim që merret, apo nuk e konsideron njëri? Nuk e di se nuk i kam pa këto vendime tamam si bëhen, po është mungesë totale profesionalizmi. Se logjika të do që duhet të jetë, për shembull, a mund të ndërhyhet në Durrës pa patur pranë arkeologun edhe restauratorin? Pikërisht, po. Nuk e di. Pëlqen si është bërë qendra e Durrësit? Pëlqente se nostalgjia e fëminisë ishte shumë bukur ajo që ishte. Edhe janë ca gjëra që të ngelin memorie. Për shembull, që fëmijën e kishin foto ke Shatrivani, dhe kur lindën kalamajt tonë, foto ke Shatrivani. Tash është ndryshe. Nuk e di, memoria është shumë e rëndësishme, bile unë shpesh studentëve i bëj leksion për memorien, sepse dhe në antikitet, memoria ka qenë edhe perëndesh në kohën antike, që quajmë mnemozin, që dinte çdo gjë që kishte ndodhur, çdo gjë që ndodhte dhe çdo gjë që do të ndodhte. Bile ajo është dhe në një mozaik të periudhës romake që është gjetë në Turqi, që i ka vënë dorën kokë një personi për t'i kthyer memorien. Shumë e rëndësishme memoria. Është vrarë memoria e qyteteve tona? Ka ndryshuar shumë. Edhe është vrarë, mund të themi. Është shumë e rëndësishme të ruhet memoria. Natyrisht nuk jam kundër zhvillimit, qytetet duhet zhvillohen. Po për shembull, një nga qytetet që më pëlqen, ka shumë qytete, po një nga qytetet që më pëlqen shumë është Luka, në Itali. Është afër Pizës. Përse të pëlqen Luka? Për shembull, është ruajt autenticiteti siç ka qenë. Për shembull, ka qenë amfiteatri, dhe amfiteatri i Lukës në periudhën e rilindjes është ndërtuar ke pjesa kaveas, shkallares me godina. Nuk i ka shkuar me njeriu me i prish ato, ruhen ato godinat, ashtu siç kanë qenë. Ruhet sheshi i mesit në formë ovale që ka qenë arena poshtë, po jo që t'i shemim edhe t'i ashtu.
Dhe më thënë është memoria që duhet rujtë edhe duhen pyet specialistët që janë specialistë me dedikim të fushës për ta rujtë këte gjë.